Banka Botërore vjen këtë herë me një projekt ndërgjegjësues për rritjen e eficiencës së energjisë në banesa, një çështje e re për Shqipërinë, por tashmë një trend botëror. Korporata financiare ndërkombëtare dhe Together for Life zgjodhen pikërisht gazetarët si ura lidhëse për të shkuar më shpejt tek publiku i gjerë dhe ndërgjegjësimi i tij për rritjen e eficiencës së energjisë. Duke u nisur edhe nga direktivat e BE-s, vendi ynë duhet që të rrisë përdorimin e eficiencës së energjisë me 20% deri në vitin 2018, ndaj një ndër hapat kryesor, siç e thash, është edhe rritja e informacionit në lidhje me këtë pjesë. Ne do vazhdojmë sërish edhe aktivitetet të tjera për informimin dhe ndërgjegjësimin e publikut. Eficienca e energjisë është e rëndësishme dhe mund t'i bëjë njerëzit të kursejnë më shumë, por edhe të ndikojnë në ekonominë shqiptare duke e bërë atë më efektive dhe më konkurrente me ndërmarrjet rajonale. Tregu i energjisë elektrike duhet të liberalizohet në vitin 2015 që bie vitin që vjen. Këto janë çështje të cilat në të gjitha aspektet, si nga aspekti të themi social, ashtu dhe nga aspekti ekonomik, do preki çdo familje shqiptare. Dhe për këtë arsye, këto kanë qenë ato, të themi, analiza e tregut që ne na ka menduar që këtu në këtë treg ka nevojë që të futet nocioni i eficiencës energjisë për banesat. Për t'i arritur këtij qëllimi, si asnjëherë më parë, po përdoren edhe programet e kreditimit të bankave.